Sot, më 20 shkurt, në ditën botërore të drejtësisë sociale, ndalemi për të reflektuar mbi një nga shtyllat më të rëndësishme të një shoqërie të shëndetshme, barazinë, dinjitetin dhe përfshirjen. Kjo ditë e shpallur nga United Nations është një thirrje globale për të forcuar angazhimin tonë ndaj drejtësisë sociale dhe për të ndërtuar një botë ku askush nuk mbetet pas. Por drejtësia sociale nuk është vetëm një koncept ndërkombëtar. Ajo fillon këtu, në komunitetet tona. Fillon në mënyrën si ne trajtojmë njëri tjetrin, në mënyrën si mbështesim ata që përballen me vështirësi dhe në mënyrën si krijojmë mundësi për të gjithë. Drejtësia sociale do të thotë që çdo njeri të ketë akses në arsim, në punë të ndershme, në kujdes shëndetësor, në mbrojtje sociale dhe në respekt. Do të thotë që çdo individ, pavarësisht prejardhjes apo rrethanave, të ketë një shans të barabartë për të ndërtuar të ardhmen e tij. Mbështetja sociale është një element thelbësor i kësaj drejtësie. Kur një familje përballet me vështirësi ekonomike, kur një njeri ka nevojë për orientim dhe mbështetje, kur një komunitet ndodhet në margjina të shoqërisë, aty duhet të ndërhyjë solidariteti, sepse një shoqëri që mbështetet me të dobtit është një shoqëri që forcon veten. Mbështetja sociale nuk është bamirësi e përkohshme, ajo është investim në stabilitet, në paqe dhe në zhvillim afatgjatë. Kur ne fuqizojmë individin, ne forcojmë komunitetin. Kur ne krijojmë mundësi, ne reduktojmë pabarazitë. Kur ne ofrojmë mbështetje, ne ndërtojmë besim. Në këtë frym vepron edhe shoqata Nexhat Albania. Misioni ynë ka qenë dhe mbetet mbështetja, integrimi dhe fuqizimi i individëve që kanë nevojë për ndihmë dhe orientim. Ne besojmë se çdo njeri meriton një shans të drejtë dhe një zë që dëgjohet. Përmes aktiviteteve sociale, angazhimit komunitar dhe mbështetjes konkrete, shoqata Nexhat synon të kontribuojë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse, sepse drejtësia sociale nuk realizohet vetëm me fjalë, por me veprime. Një shoqëri e drejtë ndërtohet kur institucionet bashkëpunojnë me organizatat, kur komunitetet tregojnë solidaritet dhe kur individët zgjedhin të mos qëndrojnë indiferent. Çdo akt mbështetjeje, sado i vogël, ka një ndikim real në jetën e dikujt. Sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë për empati, kemi nevojë për mirëkuptim, kemi nevojë për bashkëpunim. Drejtësia sociale kërkon që të shohim përtej dallimeve dhe të kuptojmë se mirëqenia e njërit ndikon drejt për drejt në mirëqenien e të gjithëve. Le të mos e shohim këtë ditë vetëm si një simbolik, le ta shohim si një angazhim, si një premtim për të punuar çdo ditë dhe për më shumë barazi, për më shumë mundësi dhe për më shumë dinjitet. Sepse drejtësia sociale nuk është privilegj i disa njerëzve, ajo është e drejtë universale dhe është përgjegjësi e përbashkët që ta mbrojmë dhe ta forcojmë. Në emër të shoqatës Nexhat Albania, riafirmojmë angazhimin ton për të qëndruar pranë komunitetit, për të mbështetur ata që kanë nevojë dhe për të kontribuar në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më solidare dhe më njerëzore. Le të punojmë së bashku për një të ardhme ku askush nuk mbetet pas. Drejtësia sociale është detyrë e përditshme dhe kjo detyrë na përket të gjithëve.